Përshëndetje shqiptar, kudo që jeni, për të gjithë pa dallim kudo që të keni mundësi të na shihni në këtë podcast, të cilin po e filloj tani, do të jetë një rrëfim i mërgjimtarëve për rrugën e tyre nga Kosova në Suedi. Unë zakonisht kur flas me të tjerët i përfshi në 3 etapa këtë migrimin tonë, para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës. Gjatë këtij rrugtimi për 18 vite, unë sa kam jetuar në Suedi kam takuar shumë shqiptarë të ndryshëm, të cilët secili ka në një rrëfim të veçantë në vetveten e vet. Për mënyrën si ka ardhur në Suedi, si jeton dhe suksesin e tij apo të saj. Prandaj po hap këtë podcast me qëllim që ata të vinë dhe të rrëfehen këtu, të tregojnë për rrugtimin e tyre, natyrisht edhe për të tjerët të cilët kanë lindur për suksesin e tyre, në mënyrë që të flasim një vërtetë e cila ka ndodhur në shoqërinë tonë, por për të motivuar edhe të tjerët që mos të dorëzohen siç ne nuk u dorëzuam dhe të deri në ditën e sotme. Pra është një rrëfim i mërgjimtarëve dhe sukseset e tyre në mërgo. Për gjeneratat e reja kryesisht, por pse jo edhe të gjithë mërgjimtarët unë mendoj që kemi pas rast me bisedu me ta, kanë çka tregojnë dhe besoj që do të jenë shumë interesante.